Të dashur miq origjinal dhe virtual, ju uroj shëndet dhe mbarësi kudo që jeni. Unë jam Sylla Kalemi nga Buzët e Belenës, i rritur nga dy prindër të mrekullueshëm, rritur me nevojat dhe mundimet e kohës, si gjithë të tjerë të atij sistemi. Mua mundësia nuk më dha që të vazhdoja shkollën për arsye biografie të asaj kohe, edhe pse nuk e dija kush ishte Fahim. Si e tillë që në atë morë ka filluar punën që 14 vjeç në kooperativë, edhe deri sa më fol në ushtar, në moshën 19 vjeç. Ushtrinë e kam bërë parë punë në Gjenjë. Atje kishte traktora, të cilët edhe mësova zanat. Më saktë e vodha zanatin. Dhe kur mbarova ushtrinë që u ktheva, fillova punën së mëte në traktor me zinxhir. Punova një jetë të gjithë dhe jam shumë i kënaqur, edhe me punën time, po edhe me kolektivin në bashkëtarët që më rrethonin, gjithë zona që ishte aq e mrekullueshëm. Si e tillë, gjatë kohës kam mbajtur shënime nga plejtë të mrekullueshëm që takoja në fshat, plejtë të mrekullueshëm, ata që leo bardh, ata rrinë këmbkyq dhe tregonin historira që unë i regjistroj në memorie edhe sot sikur kam bizetuar me ta sot. Si e tillë, vargjet historik tregonin, unë i ktheja në vargje. Erdhi momenti që ato i mblodha të gjitha, më krijo mundësia që isha qeta kohë dhe i botova në libra. Kam botuar 6 libra dhe të 7-in e kam në dorë. Kam bërë monografi për fshatin dhe gjithë historitë, vojtjet, gëzime, hidhrime, i kam postuar libra. Si e tillë, kjo është libri që ja kushtoj fshatit tim dhe i them këtu, fshati tim të lindjes Buskalemaj të Belenës, banorëve të tij që kam jetuar ndër shekuj duke qëndruar mes maljesh të cilëve u kam përballë stuhive të kohës. Autori. Mirënjohje lexuesit. I dashur lexues, të përgëzoj që keni dorë librin tim të tretë, të shkruar nga unë, biri i Buzët të Belenës, i ndarë në 3 pjesë monografi për fshatin, historiku i fisit tim dhe me poezi popullore. Njeriu që mbjell një pemë konsiderohet se ai nuk ka jetuar kot në këtë botë. Të shkruash një libër është shumë më tepër se të mbjellësh një pemë. Është me pak të gjë që mund bëj, por nga ana tjetër të mundsosh botimin e librit le diçka për brezat e ardhshëm. Gjithmonë kam pasur dëshirën të shkruaj për Buzën, ku linda dhe u rrita, të pasqyroj sadopak për të njohur vlerat e të parëve tanë shtrëngjëshor, me të cilën e sot kalojmë të gjithë si fshat, se çdo trev apo krahin shqiptare ka historikun e vet dhe vlerat e veta njerëzore e mtej. Koha e pruri dhe tranzicioni i bëri punë e vet, me ardhin e pluralizmit në Shqipëri, mbas vitit 90 e në vazhdim, edhe fshati Buskalemaj pati shpërngulje masive familjesh. Të tëra u larguan nga vëlindja dhe janë sistemuar në të gjitha qytetet e Shqipërisë, madje edhe për botë. Më vjen mirë që bashkëtarët e mi nuk e kanë harruar vëllindjen e tyre. Buzët tonë dashur dhe si pas mundësive të tyre, kthehen dhe vizitojnë strenën e tyre që janë lindur dhe rritur. Vlen tek